Shpresoj që të zhbllokohen institucionet në këtë rast Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ju e dini që kryeministri Kurti ka dërguar ftesë dy partive opozitare, por po e shohim që LDK-ja ka qëndrim kundër, duke i ditur se nuk po ka kriter LDK-ja që takohet me Porfirien, shovinistin më të madh serb, i cili menjëherë pas takimit me nënkryetarin e LDK-s shkoi në Rusi, ndërsa nuk ka asnjë mundësi që të ketë takim me kryeministin Kurti për të zhbllokuar institucionet të cilën po kërkon kryeministri Kurti. Tashmë ju e dini që ka takim me Partinë Demokratike dhe të presim që legislativi të zhbllokuar dhe takimi kryetarin e Kuvendit në këtë rast Albulena Haxhi. Së është të nashkalu kryetari i AK-s Ramush Haradinaj në këtë rast? Dhe i nismës po ashtu? Nuk e di, unë veç mund të them që dy partitë më të mëdha opozitare njëherë është dërguar Lidhjes Demokratike të Kosovës më herët, tash edhe Partisë Demokratike në këtë dje pra, por po e shohim që LDK-ja nuk ka dëshirë të takohet, se lejmë të diskutoj për çështjen e zhbllokimit të institucioneve. Këtu po shihet se për çfarë parti institucionaliste kemi LDK-n, duke i ditur se çfarë në kohën e Isa Mustafës ka pas edhe më shumë kundërshtime mes lëvizjes vetëvendose dhe LDK-s dhe prap i ka arritur të kemi një koalicion dhe ka pas edhe takime, ndërsa sot e kemi një kryetar i cili nuk dëshiron të takohet me kryeministin Kurti në asnjë formë. Është opsion ose në kombinim një koalicion eventual me PDK-n për një qeveri më stabile? Jo, unë mendoj që është duke u diskutuar që zhbllokohet i vetmi institucion. Jo, unë po flas për institucionin e legislativit, sepse kjo është hapi i parë që të kalohet në fazën e dytë krijimin e qeverisë. Ne kemi thënë edhe më herët, le të zhbllokohet Kuvendi i Kosovës, pastaj të shohim se a kemi vota për qeveri. Ne kemi pastaj 15 ditë, por opozita nuk i ka vota dhe për këtë arsye po bën edhe këtë bllokat. Pra nuk ka ndruar emri i kryeparlamentarës Albulena Haxhi. Jo. Deputet, ai vjet që i thërët kryetarët e partive pasi dështuat negociatat me deputet veçmas, pasi është thënë që Marigona Geci është tjetër, por që nuk ka... Ne kemi thirrë më herët pa diskutuar me minoritetet e Lidhjes Demokratike të Kosovës, por e dini përgjigjen e tyre. Unë e thash edhe një herë, më lehtë është të takohesh me shovinistin Porfiri se sa me kryeministin Kurti nga ana LDK-s.